Përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual të qytetit, specialist mjedisi, por edhe të mbërritur nga qytete të ndryshme, kanë protestuar këtë të shtunë kundër investimit në Zvërnec. Ata janë mbledhur në zonën e Porto Novës për të kërkuar anulimin e projektit. Dikush flet për investitor strategjik. Unë them se investitori më i madh strategjik këtu është Zoti, shko sa të bukur e ka bërë. E ka bërë me gjithçka, domethënë e ka bërë me manastirin që kemi aty, e ka bërë me ishull, me gadishull, me mrekullira. Tani pse të vinë ata e të na fusin betonin me kjo tokë është e shqiptarëve, do ta gëzojnë fëmijët tanë. Ne jemi ndër të vetmit popull që identitetin tonë kulturor dhe kombëtar kemi të ndërtuar te natyra. Kënga labe i flet natyrës. Kënga labe imiton natyrën. E ashtu të gjitha këngët popullore. Askush nuk mund të na thotë se nuk kemi ndjeshmëri për natyrën. Ata që duan na heqin ndjeshmërinë për natyrën janë oligarkët edhe qeveria. Unë që ju flas, jam Klajdi Bello, i cili shpëtoi fal disa djemve dhe vajzave që ndërhyrë në kohë, sepse kjo është koka ime, pasi ata paramilitar, para ata ushtarak, sepse ata mënyra se si kishin ardhur për të na vrarë. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e Ramës, akuza kanë hedhur edhe për opozitën e cila sipas tyre mbron kauza kundër qytetarëve. Protestuesit thanë se nuk janë kundër investimeve, por nuk pranojnë shkatrimin e një zone të pasur natyrore. Duke treguar rëndësinë që Zvërneci ka për ta dhe për Vlorën, ata shprehen se protesta do të vazhdojnë. Nuk mungojnë as qytetarë që kanë ardhur nga Italia enkas për këtë protest, edhe ata e kundërshtojnë këtë projekt. Ndërkohë rrethimi kantieri të ndërtimit që bllokon lëvizjen në zonë tashmë është hequr. Protesta është zhvilluar e qetë ndërsa nuk ka patur forca policie. Krahas protestës në Zvërnec, këtë të shtunë shqiptarët të cilët jetojnë dhe punojnë në diasporë kanë mbushur disa nga sheshet kryesore të Milanos dhe Londrës.